shkruar drejtuese përfaqësues të institucioneve shtetërore, Mantelbar, punonjës shëndetësor, zonja dhe zotrin. Një dhëmbje e pikëllim na mblodhi sot në këtë mbledhje komemorative, kur po japim lamtumirën e fundit mjekës së shuar Ferizajase, doktoresh Rushe Ramadani Rushiti. Në nderim të jetës dhe veprës së saj, juftoj për 1 minutë heshtje. Të pranishëm, kjo mbledhje komemorative në kujtim të jetës dhe veprës së doktoresh Rushe Ramadani Rushiti është organizuar nga familja Ramadani dhe Rushiti me mbështetjen e komunës së Ferizaj. Andaj, për një fjalë rasti, ftoj para jush kryetarin e komunës së Ferizaj, zotin Agimaliu. Shumë e dashura familje Rushiti, shumë e dashura familje Ramadani, shumë të dashur dhe të respektuar miq e familjar, koleg të doktoreshës, shumë të nderuara autoritete të nivelit qendror dhe lokal të institucioneve publike të Republikës së Kosovës, shumë të nderuara zonja dhe zotrin. Derisa po shkruaja këtë radhë me pikëllimin që barkën në zemër gjithë secili në këtë sallë të protestar, i thash vetës zemër tyre. Cilat fjalë e kujtime të zgjedh për mikën time e familjes time. Si të gjej e të përqoj kushtimin për kolegen tuaj të dashur, si të bart fjala peshën e dhëmbjes për amshimin e më të shtretës, familjarët tuaj sot, kur mortja në morin në mbretërinë e saj të papërstërritshme, mjekën shembullore, Rushe Ramadani Rushiti. E zbrazët dhe ftoft është e sallë, ndonë se mot pranderë janë të trishta kthinat e korridorit e klinikave, ku lindi shpresa e jehuan për të parën herë, zërat e të porsalindur. Ato janë pa rrezë dritë sot, të pikëlluara pa zonjën që shkëlqeu si manteli i saj i bardhë, pa zërin i saj rrezatim mirësie, pa të qeshurën shpresë plot të saj, pa kujdesin e bashkëndjesin që e shueti gjatë gjithë jetës, është i zymt këmot pa doktoresh. E njoha pa petkun e përgjithësive, e njoha nga veprat adhetare të familjes së saj, mes në vërthenjave e kronikave të historisë. Për babajnë e saj, mësuesin e adhetare në shuar lavdëplot, Munish Ramadani, nderi i shtetit të Ferizaj, shtigjeve të cilit rrugëtoi edhe vetë hyrja e saj. E njoha nga të hershmet vite, dekada më parë, kur përpjekjeve për shtetëformim, ajo pa më dyshje i dha kontributin e saj. Si qindra familje, e njohu për kushtimin e saj, edhe familja ime, i mbirë Gerdi, që jetë në jetë nën kujdesin e saj. E njoha si bashkëtare të përkushtuar, të veçantë, e prore në adhetashurin që spikat, energjiplote, emër i përveçëm në kurorën e shëndetësisë Ferizajase. E njohur është jeta e saj, e gjithë pranueshme është vepra kontributplote e saj. Me lamtumirën e fundit, ajo mori përjetësi. Qiellit ju shtua dhe një dritë, e pashueshmja dritë e shpirtit të saj. Ajo do të rrojë ndërbreza, si frymëzim e kujtim, si shëmbëtyr e lavdi. Mbështjell
me urën e gruas së jashtëzakonshme, profesionistes së zonja që njohën Ferizajasit e sot me sy të njohëm po japin lam të mirë. Ferizaj humbi një nga gratë më të shura misionare të jetës. Bashkë me të, dhe unë punon sot edhe një copës të zemrës së secilit nga ne. Shëndetësia Ferizajase pa doktoreshën është më e varfë e pa plot. Ngushëllimin në gjejmë në ngërhinën e lartë të veprave humane e profesionale në idealin e adëdashurisë që ajo në la pas. Janë këto shembuj të shërimia e saj, muri mbrojtës, ku mbështeten për të mos rrëzuar emocionet tona. Janë këto burimet nga ku rrjedh pandalshëm e përjetësisht krenaria e lavdia e saj. Si në portretin e saj, këtu krahmeje, ajo gdhejt buzëqeshjen në çdo sfidë, mbolli dritën e shpresës edhe në tunelet më të errëta ku shpije jeta. E parëzueshme ishte ajo, forca e karakterit të saj, digniteti që prej kumojen me jetën e saj. Thënë shkurtësi, një grua e jashtëzakonshme, që i dha kuptim e vlerë çdo marrëdhënie njerëzore e pune që krijoi. Ishte emri i saj që pulsonte në çdo valë suksesi, në ballë të çdo sfide, në krye të detyrës gjithnjë. E dashura familje Rushiti të Ramadanit, zonja dhe Zotëri. Atje në spital, në klinika, mes mantelbardhëve e prezave që do të vinë me pas. Varet, bardhësi plote, manteli i saj, ngrit shtatin e frymëzon rrethimi për të papërsëritshmën mjeke, organ kujtimi për doktoreshën Rushe. Ajo nuk është në mes nesh, zemra e saj pushoi së rrahuri po gjithmonë. Zonja kujdes plote gjithmonë nuk mund t'i pres më e buzëqeshur pacientët e saj. Lam të mirë mjekeshe shtetit. Lam të mirë simboli gruas së jashtëzakonshme, të pathyeshme në errat e jetës. Lam të mirë mjek e shuar nga të parët e këto anë, që gjithë jetën i falet dijen, kujdesin tënd mira bashkëtetarëve ta. Lam të mirë, doktoresha Rushe, doktoresha që njohëm e çmuam të gjithë. Faleminderit për të gjitha sabëre, të pamatshmën mirësi që i fale Ferizaj. Ferizaj të falenderën, Ferizajasit do të kujtojnë gjithnjë. Ti që me shembullin tënd, përndeze flakët e pashura të fanarit të njerëzores, virtyteve më të kristalta, e vlerave të shura profesionale, më të ndriturat vlera detare që ngërthejnë si në një emrin tënd. Familje e respektuar Rushiti dhe Ramadan. Mbani të fortë dhe krenar, me veprën krenare të familjarës tuaj, të bashkëshortës, të nënës, të bijës tuaj. Aja ju la pasuri të jashtëzakonshme, krenari krejt të veçantë. Aja ju la të shëgimi emrin e veprën e saj i lërti plotë. Ju mjek, koleg, punonit shëndetësor, zonja dhe zotërin të gjithë pranishëm, që bashkë ndajmë këtë dëmje, ju shkoj përzemërsisht ngushëllimet më të sinqerta. I paharrueshëm është emri i saj, e pavdekshme është vepra që la pas, në parajsën e gjithësisë nuk do të shuhet asnjëherë shpirti dhe plot i saj. Ju faleminderit. Janë momente si këto që lënë pa fjalë gjithë secilin nga ne, por është jetësore, profesionale e doktoreshës së Rushe, është kontributi i saj i çmueshëm për shëndetësinë Ferizajase. Ajo që na bën krenar të gjithë ne, që e njohëm e bashkëpunuam me të. Tani më lejoni të ftoj para jush për një fjalë rasti drejtorin e spitalit të përgjithshëm në Ferizaj
Doktor Fikret Arifi. Të nderuar gjithë ju të pranueshëm personelit shëndetësor, me lejoni që në emër të Spitalit të Përgjithshëm të Ferezajt, t'ju drejtoj me pak fjalë për një emër të madh të shëndetësisë ferezajase, siç ishte doktoresha Rushe Ramadani Rushiti. Një ditë më parë, familja Rushiti, komuniteti mjekësor dhe gjithë qyteti Ferezajt me dhimbje të thellë pranuan lajmin për ndarje nga jeta e doktoreshës së nderuar, nga plejada e parë e mjekëve ferezajas, pionierë e ginekologjisë, e cila dha kontributin e saj pa hezitim në periudha të të vështira për vendin tonë, por dhe pas klirimit me funksionizim të repartit ginekologjisë në Spitalin e Përgjithshëm Ferezaj. Ndërsa sot jemi këtu për të nderuar dhe kujtuar jetën dhe vlerën profesionale të saj, e nivelit shembull që duhet të ndjekim gjithë ne. Doktoresha Rushe gjithë jetën e saj e përkushtoi ndaj shërbimit të pacientëve, duke lënë gjurmë të pashlyeshme në zemrat dhe mendjet e gjithë atyre që patën fatin të marrin shërbime mjekësore nga duart e arta të saj. Përveç një profesioniste mjekësore shembull, doktoresha Rushe ishte edhe një person e dashur dhe respektuar për vlerat dhe parimet që mëshironte. Mungesa e saj do të ndihet thellë, por trashëgimia e saj mjekësore do të vazhdojë të jetë rrugë dhe rrëfys për gjithë ne. Ndërsa qëndrojmë këtu sot, le të shprehim ngushëllimet më të sinqerta për familjen e saj, komunitetin mjekësor dhe gjithë që njohin doktoreshën e nderuar, le ta kujtojmë se sa të bekuar ishin gjithë secili nga ne, që patëm fatin të njohim nga afër doktoreshën Rushe. Familja ta përkujtoi për gjitha momentet e bukura që përjetuam me të, ndërsa ne, komuniteti mjekësor, për trashëgiminë mjekësore që na la për vite në fushën e mjekësisë, përkatësisht ginekologjisë. Lantumir doktoresha Rushe Rushiti. Doktoresha Rushe, kudo ku punoi, në institucione shëndetësore ferizajase, dha kontribut të jashtëzakonshëm, dha shembullin e përkushtimit më të mirë për pacientët, duke lënë gjurmë të pashlyeshme në shëndetësinë ferizajase. Andaj, me këtë rast, ftoj para jush për fjalën në këtë mbledhje komemorative drejtoreshën e Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare në Ferizaj, doktoresh Nadir Ymeri. Sot jemi mbledhur me zemra të thyera për të nderuar kujtimin e një mjekeje të jashtëzakonshme, një kolegeje të dashur dhe një mikeje të paharruar, doktoreshën Rushe. Në emër të gjithë stafit të Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare, këtu në Ferizaj dhe në emër tim personal, dëshiroj të shprehim dhimbjen për kujtimin tonë të dhe për humbjen e saj. Doktoresha Rushe do të mbahet mend gjithmonë me buzëqesjen e saj të ngrohtë ishte një shembull i përkushtimit dhe humanizmit, duke shërbyer pacientëve me dashuri dhe profesionalizëm të pashoqëm. Në çdo sfidë që përballonte, ajo tregonte një forcë dhe vendosmëri të admirueshme. Puna e saj nuk ishte vetëm një detyrë, por një mision human për të përmirësuar jetët e të tjerëve. Si drejtoreshe që KMF-s në Ferizaj, kam pasur privilegjin të punoj ngushtë me doktoreshën Rushe. Kontributi i saj ka lënë gjurmë të pashlyeshme në shëndetësinë ferizajase dhe në komunitetin që ajo shërbeu në përkushtim. Sot, gjithsa i japim lamtumirën e fundit, le të kujtojmë se doktoresha Rushe me dashuri dhe respekt të thellë. Le të jetë kujtimi i saj një frymëzim për të gjithë ne që të vazhdojmë rrugën e saj të ndritur në shërbim të njerëzimit. Për shok në paqe, doktoresha Rushe, kujtimi do të jetojë përgjithmonë në zemrat tona. Një mike, një kolege e çmuar, një profesioniste e dalluar, me vlera njerëzore, atletare e profesionale. Për një fjalë rasti, më lejoni të ftoj para jush zonja dhe zotrin, mikën e kolegës, doktoreshës Rushe, ftoj para jush shpresa të vazhimit. Besoj se ti si mikja më e afërt e doktoreshës Rushe, edhe kam më vështirë sot të flas për ty. Sot më dhem shpirti teksa them këto fjallë. Nuk ka fjallë që mund të përshkruaj boshllëkun që më ka lënë. Kjo grua fisnike, stoike, e kompletuar me të gjitha vështytet dhe vlerat e larta njerëzore. Është e pamundur të pranoj sa ajo mon në kosht në mesin tonë. Zëri saj, forca dhe prania saj është mbushur në çdo vend ku ka shkelë. Ajo ishte më shumë se shoqërime. Ishte trit për kaq shumë njerëz. Si mjekë ishte mëshirimit dhe mshurisë.
Jo vetëm që shëronte trupin, por prekte edhe shpirtin e njerëzve. Jepte gjithçka për ato që nuk ishin asgjë. Të bënte me buzëqeshje, pa asnjë shpërblim, por vetëm me mirësi. Sjellte në jetë një njeri dhe në sytë e çdo nëne merrte shumë dashuri. Vlerat adhetare që ka bartë mbi sute, bashkë me familje Ramadani, janë të pavdekshme dhe të pashpyeshme. Janë gjunë që në lanë në trashëgimin dhe në veprën e saj. Sot bota ka humbur një engjëll të gjallë, por unë besoj se drita saj do të vazhdoj të ndriçoj në kujtimet tona, në jetën që ka prekur, në çdo buzëqeshje të atyre që i ndihmoi. Do ta duam gjithmonë, do ta kujtojmë gjithmonë, do të përpiqemi të jetojmë me të njëjtën dashuri dhe me të njëjtën guxim që na ka treguar çdo ditë. Prehu në paqë mikja ime dashur, ti shpirti fisnik, të përjeshme në zemrat tona me madh dhe me mirënjohje të pafund për doktoreshën Rushe. Në vazhdim, më lejoni të aftoj një përfaqësues nga Poliklinika Zeka, institucion ky ku doktoresha Rushe për vite ishte angazhuar aty. Shumë e trisht largimi i doktoreshës Rushe. I përulem jo sot, i përulem për të jetën, për gjitha këshillat që na i ka dhënë gjithmonë. Nderuar familjar, nderuar miq e kolegë. Sot jemi të mbledhur këtu me zemër të thyer për të nderuar jetën dhe veprën e një njeriu të jashtëzakonshëm. Një doktoreshe, një kolege dhe një mike të paharuar. Humbja e saj dje la një boshllëk të madh, jo vetëm në mesin tonë profesional, po dhe në zemrat tona si njerëz. Se ajo nuk ishte vetëm një profesioniste e përkushtuar. Ai ishte një shpirt fisnik, gjithmonë e gatshme të ndihmonte, dëgjonte dhe të mbështeste. Me përkushtim të rrallë ndaj profesionit dhe pacientëve, ai ishte dritë shprehje për shumë njerëz që kërkonin ndihmën e saj. Ishte shembull i përgjegjësisë, i diturisë dhe humanizmit. Në çdo hap të punës së saj, reflektonte kujdes dhe dashuri për jetën dhe për njerëzit. Për ne që punonim çdo ditë me te, ajo nuk ishte vetëm një kolege. Ishte njëri që na frymëzonte çdo ditë, na mbështeste. Ne jemi mësuar të takojmë me doktoreshën Rushe çdo ditë pim kafe, sepse diferencën tonë në moshë në bisedat tona nuk mund ta ndjeje. Edhe sot nuk mund ta besoj që po mblidhemi për humbjen e saj. Ndonse sot ndjejmë dhimbje të thellë, mos të harrojmë që kujtimi i saj do të mbetet gjithmonë i gjallë. Në fjalët e mira që la pas, në buzëqeshje që ajo pajte çdo ditë, dhe në çdo jetë që preku me duart e saj të kujdesshme. Qoftë i përjetshëm kujtimi i saj. U presht në paqe, doktoreshë Rushe. Kujtimet e shokëve janë rrëfimet kuptimtore që pasurojnë biografinë e gjithë secilit. Për fjalën e tij, ftoj shokun e klasës, zotin Milazim Haliti. I nderuara familje Ramadani dhe Rushiti, i nderuar kryetari i komunës zoti Agimaliu, të nderuar shok dhe shoqe të klasës dhe të gjeneratës, të nderuar përfaqësues të spitalit, ju mandatar të afërm dhe të gjithë ju që jeni prezent. Me pikëllim të thellë dhe zemër të thyer, dje muarëm lajmin e trisht për ndarjen nga jeta të shoqës tonë të klasës, doktoreshës Rushe Ramadani Rushiti. Doktoresha Rushe lindi me 11 shtator të vitit 1954 në fshatin Jezerc. Pasi kryu shkollën fillore, u regjistruar në shkollën e mesme të gjimnazit, që ishte gjenerata e tretë e gjimnazit e viteve 1969-1973 në Ferizaj. Doktoresha Rushe si e rej, u rrit dhe u edukua në familjen fisnike dhe adhetare. Inspirimin dhe frymëzimin për arsim, dije dhe punë e mori nga babai Munishi, i cili në atë kohë ishte shkolluar në Shqipëri dhe më të kthyer në Kosovë
punoj si mësimdhënës dhe për nga veprimtaria e tij arsimore, patriotike, për pushtetin e asaj kohe ishte i padëshirueshëm, i cili u dënua dhe u dërgua në kampin Famkeq të Goliotokut, si edhe shumë veprimtar shqiptar të tjerë. Doktoresha Rushe në gjimnaz ishte një shoqe e mirë dhe nxënëse e zellshme, shumë e suksesshme në mësime. Përveç si nxënëse e dalluar, ishte edhe sportiste e dalluar në gjeneratën tonë, duke fituar disa herë vendet e para në kroset pranverore të cilat i organizonte shkolla. Pas mbarimit me sukses të gjimnazit, regjistroi fakultetin e mjekësisë në Universitetin e Prishtinës dhe si studente e dalluar kreu me sukses fakultetin dhe pastaj specializoi ginekologji në Universitetin e Tiranës. Nga viti 1984 deri në vitin 1992 dha një kontribut të saj dhe shërbeu me nder si mjeke në Ferizaj, ndërsa nga viti 1996 punoi ginekologe në spitalin e Ferizaj. Doktoresha Rushe u ndarë nga jeta, duke lënë të pikëlluar bashkëshortin, djemt, vëllezërit të afërmit, mëntellbardhët, shoqet dhe shokët e klasës dhe të gjeneratës. Por ajo do të mbetet e paharruar gjithmonë në zemrat tona, e ne do të jetojmë me kujtimet më të mira për te. Të nderuar të pranishëm, në emër të klasës së 4 të gjeneratës së 3 të gjimnazit, u shpreh ngëshnimet më të sinqerta familjarëve, bashkëshortit, djemve, vëllezërve, mëntellbardhëve dhe të gjithë atyre që e njohën dhe e deshtën doktoreshën Rushe. I përjetshëm qoftë kujtimi për te. Shpirti i saj u shoft në paqe, lavdi jetës dhe veprës të doktoresësh Rushe Ramadani Rushiti. Faleminderit Zoti Alite për të paraqitur një ekspoze më të gjerë për jetën dhe veprimtarinë e doktoreshës Rushe Ramadani Rushiti. Në emër të familjes Ramadani dhe Rushiti, ftoj para jush bashkëqytetarin ton, krijuesin, mikun e familjes, Zotin Besim Zymberi. Të nderuara familje Ramadani Rushiti, të nderuar të pranishëm, miq, dashamirë, kolege. Është e vështirë të gjesh fjalët e para për të filluar, dhe ne të bëjmë të tillë përkujtimore. Si fëmijë dhe si i ri mbaj mend kur gratë e lagjës, përfshirë edhe nënën time, kur takoheshin duke bërë punët e shtëpisë në Borobor, të gardhiqet aty të ta pyesin njëra tjetrën, a i bane punë të shtëpisë sot. Përgjigjet e tij do të ishin gjithmonë shpresdhënëse, frymëzuese. Gati i afrova, gati i bëra, punët nuk kryen kurrë, e tjera. Puna e grave, atëherë puna e nënave nuk ishte thjesht për të mbajtur një shtëpi. Ishte për të edukuar fëmijët, për të pritur misht, për të edukuar brezat me atë dhe dashuri. Prandaj, nëse dikush më pyet mua, ai ka bërë punë të shtëpisë doktoresha Rushe. E them me bindje të plotë, po në mënyrën më të dinjitetshme, më të devotshme deri në një lartësi monumentale. Kur humbim njerëzit tanë të dashur, një pjesë e botës sot trazohet thellë. Ndihemi të mangët me një zbrasi që e quajmë edhe të pakompenzueshme. Sot po ndajmë në këtë botë prej bashkëshortes, nënës, gjyshes, motrës, koleges, bashkëqytetares e bashkëkombëses son doktor Rushe Ramadani Rushiti. Nuk e mendonim një ikje kaq të shpejtë, të parakoshme të saj, ndaj edhe dhembja është më e madhe dhe zbrasia më e thellë. Ndoshta një pjesë të ngushëllimit mund ta gjejmë tek ai përkufizimi frymëzues se më shumë se sa jeton, duhet të mendosh se si do të jetosh. Doktoresha Rushe ka dalur hakut plotësisht kësaj të dytës. Energjia frymëzuese që na la pas do të mbetet gjithnjë një gjurmë e gjallë në kujtesën tonë, brenda së cilës ne do të gjejmë gjithnjë vazhdimsi në portretit e saj të plotë, thënë me gjuhën e virtyte. E lindur në një familje atë dashse e arsimdashse, doktoresha Rushe gjeti dhe trashëgoi më të mirën e pasardhësve të vetë. Veçanërisht motivues dhe mbështetës kishte babane, Monish Ramadani, një veprimtar adhetashës
i burgosur politik e mbi gjitha një arsim për hapës këmbën ngullës e i pale kundër. Por, doktoresha Rrushe kishte kuptuar se emancipimi nuk është një stacion i vetëm, por një rrugtim i pandashëm drejt arritjeve të reja. Ndaj virtytet e trashëguara nga paraardhësit, ajo i forcoi edhe më shumë duke ndërtuar dhe kompletuar veten në një plotni të tyre, me atë dhe dashuri, arsimdashje, emancipim të gruas, përkushtim ndaj familjes, bujarin ndaj miqve dhe pasion sakrifikues për profesionin human. Në secilin prej këtyre thirrjeve, doktoresha Rrushe ka shkëlqyer duke qenë gjithnjë e guximshme, këmbgulse, devotshme dhe dinjitetshme në përfaqësimin dhe mbrojtjen e secilit virtyt të lartthënë. Kushdo që preku dorën e saj të bardhë, të thirrjes së saj të bardhë, kushdo që ndjeu fjalën motivuese të saj, dhe kushdo që ndjeu bujarinë me mikpritjes së saj, nuk mundet të mos e shohë buzëqeshjen e saj plot jetë si një bashkëdhëtar kujtimesh të pashuara. Veprimtaria dhe dashja ajo profesionale, misionare, humane, doktor Rrushe Rushitin e bëjnë të denjë dhe të pakundërshtueshme për një faqe të veçantë në historinë tonë të emancipimit kombëtar e intelektual. Para lufte, doktoresha Rrushe me një sakrifisë të jashtëzakonshme, me vite të tëra bëri rrugë të vështirë për të vazhduar kualifikimin cilësor në lëmjen e ginekologjisë në Shqipëri. Përveç vështirësive të kohës, më e rënda për doktoreshën Rrushe ishte të lindte 2 fëmijët e vet, fare të vegjël në shtëpinë në kujdesin e bashkëshortit e të gjyshëve të tyre të mbar familjes Rushiti. Doktoresha Rrushe që ka folur me konsiderat të lartë e mirënjohje të thellë për familjen Rushiti, që mbështeti vendosmërisht në rrugën e saj të shkollimit më cilësor. Por nga bashkëbisedimi me doktoreshën Rrushe, personalisht e kisha pyetur se pse pikërisht kualifikimi specialistik për ginekologji e jo për ndonjë segment tjetër të mjekësisë. Si grua, si nën dhe si intelektuale, doktoresha Rrushe kishte parë çështjen në thellësinë e saj të vërtetë, brenda së cilës nuk përvidheshin dot të gjithë me as urtësi. Ndaj përgjigjja e saj ishte kjo. Pas vitit 1989 veçanërisht, kur shumica e mjekëve dhe personelit shëndetësor shqiptar u hoqën nga puna, përfshirë dhe qendrat e materniteteve, gratë shqiptare mund të gjendeshin të diskriminuara e madje dhe të poshtruara në trajtim sidomos gjatë aktit të lindjeve. Prandaj ishte një kërshëtim i humanizmit dhe dashurisë, domosdoshmëria e specializimit në ginekologji për të krijuar një adresë trajtimi profesionist gjatë të cilit gratë shqiptare jo vetëm që nuk do të diskriminoheshin e poshtroheshin, por do të gjenin edhe mbështetjen dhe vlerësimin e tur profesional dhe njerëzor. Kjo ishte doktoresha Rrushe që gjatë tërë jetës së saj misionare të mjekës ishte e përpik dhe këmbgulse me ndershmëri e korrektësi në punë dhe vlerësim e kujdes maksimal ndaj pacientëve. Sot familja Rushiti, bashkëshorti doktoreshës Rrushe Hajdini, djemtë e saj, nipat e mbesat dhe familja Ramadani, dhembjen mund ta kenë të madhe. Por ne sigurojmë se bashkëndjejmë me ta, duke marrë secili prej nesh nga dhembja tyre në mënyrë që ata ta përballojnë vërtet. Duke qenë shoqja më e ngushtë e bashkëshortes sime, doktoresha Rrushe ka qenë pjesë e familjes sonë, duke na mbështetur në vështirësi dhe duke ndarë me ne edhe nga gëzimet e momentet e mira, për çka do të jemi për jetë mirënjohës. Doktor Rrushja kishte ndonjëherë një natyrë paksa eksplozive të bashkëbisedimit. Nuk nguronte të thoshte mendimin e vet edhe për fenomenet devijante në shoqërinë tonë. Por gjithnjë i thoshte me një buzëqeshje të qetër dhe me një elegancë as të ëmbël, sa dhe qortimin t'ia merrje si detyrim e reflektimi. Ajo besonte tek njerëzit dhe tek populli i vet. Ajo dëshironte më të mirën për popullin e vet dhe për njerëzoren. Në të vërtetë tërë jeta e saj ishte guzim, luftë, sakrificë, punë e këmbgulje për të mirën e popullit të shoqërisë. Në shtëpinë e doktoreshës Rrushe, përveç sofrës së shtruar bujarisht, e gjenje gjithnjë Shqipërinë në lartësinë monumentale të dashurisë për të. Doktoresha Rrushe iku para kohe, por me një jeshkrim i cili do të na shoqërojë të gjithëve si kujtim, frymëzim e motivim sa të kemi frymë. Në këto çaste dhembjeje të ndarjes mund të them edhe se ishim të lumtur që bashkëtuam me doktoreshën Rrushe, që pim kafe me të, që ndjem kujdesin dhe vëmendjen e saj që mësuam nga këshillat e saj. Familjes Rushiti Ramadani u shpreh ngushëllimet më të sinqerta. Askush nuk vdes përderisa kujtohet, e veçanërisht kur ka diçka krejtësisht të veçantë për ta kujtuar. Doktoresha Rrushe, mirënjohje, vlerësim e respekt për gjithçka që bëre për familjen, mjesht për kombin, dhe për njerëzoren. Faleminderit. Faleminderit zotë Zynberi. Fare në fund, duke ju falenderuar për pjesëmarrjen gjithë secili nga ju, si dhe duke përcjellë ngushëllimet më të sinqerta familjes Ramadani dhe Rushiti, si dhe Mandelbardhëve Ferizajas, ju njoftoj se varrimi i doktoreshës Rrushe Ramadani Rushiti bëhet sot në orën 16:30 në fshatin Rashinc në Shtime. Qoftë i përjashëm kujtimi për ta.